Të dashur miq, mirëmbrëma. Siç njoftuam në emisionin përgatitor të ditës së mërkurë me kolegun tim Ibrahim Barami, rikthehemi në rrjedhën e zakonshme të emisionit në këtë edicion të tretë. Zoti Barami asnjë nuk lodhet, gjithmonë i gatshëm për të bërë pjesë e kësaj tavoline. Në rolin e snajperit në të djathtë dhe unë të snajperit të majt. Unë me kostum, ndërsa zoti Barami informal si gjithmonë, popullor, kanë edhe me votën e qytetarëve, është për herë të satë Antarkshillit? Do i fillojmë të grindemi tani? Jo. Atëherë, të dashur miq, që jemi shumë të lumtur që rikthehemi përsëri në hapësirën e Sanda Voice dhe në televizion, dhe besoj dhe në emisionet e tjera do të kemi edhe media të tjera, të cilët do të bëjnë share të këtij emisioni. Kësaj sipërmarrje intelektuale në vitin e tretë të saj. Këtë radhë zgjodhem në këtë emision të parë të edicionit të tretë për të folur për delvinën. Është hera e katërt, mos gabojmë, që flasim për delvinën, por marrim çkas nga ky libër i cili doli në qarkullim javën këtë javë. Dhe u bë promocioni i këtij libri në Sarandë dhe shumë shpejt me siguri që do bëhet në Delvin. Dhe jam i sigurt do shkojmë në atë, sepse ajo shoqata e delvinjotëve të Atinës është shumë aktive, kanë një lloj uniteti edhe promovojnë zonën e tyre. Enciklopedi e re për delvinën dhe trevat e saj. Me autori Lilian Haxhi. Zoti Haxhi, mirë se erdhët në studio. Është kënaqësi që ju kemi në këtë studio, jo si ekonomist, edhe pse unë jam i bindur që do të flas edhe për ekonominë. Këtë rast si autor. Dhe përballë kemi për herë të tretë në studio zotin Halis Shabani, historian, i cili ka qenë një nga recentët gjatë diskutimit në aktivitetin e ceremoninë e përurimit të këtij libri. Mirë se erdhët në studio zoti Shabani. Është kënaqësi që u kemi. Shpresojmë që në këtë studio sot të kemi delvinët kudo që janë. Ne jemi të hapur me telefon, në Facebook dhe me çdo lloj mënyre komunikimi, komentoni, bëni aktiv. Jemi të gatshëm me lidhje me Skype nëse dëshironi, vetëm na shkruani dhe ne do t'ju lëmë hapësirën që ju dëshironi për të folur. Gjithsesi fjalën e ka autori i librit. Faleminderit një herë për ftesën që më bën në këtë studio prestigjioze. Dhe do të mundohem që të jap një përshkrim të shkurtër por plot të kësaj enciklopedie që unë e kam botuar këtë vit edhe para një jave e provova në Sarandë. I pjesëmarrje shumë të gjerë intelektualëve të Sarandës dhe i pjesë të Delvinës dhe ata që qenë të interesuar, dhe kjo më bën që të vlerësoj vlerësimin dhe të përgëzoj dhe të falenderoj të gjithë ata që më morën pjesë në atë provim, që ëndrën pjesë në kohë e tjere. Enciklopedia e Delvinës është pjesë vazhdimësia e saj enciklopedie, që është shtypur para 25 vjetë nga profesor Apostol Pango, po i përkishte gjithë rretit Sarandës. Kurse enciklopedia Delvina dhe treva e saj është një enciklopedi që është fokusuar në qytetin e Delvinës dhe në trevën e saj e përbër prej 28 fshatrave të saj, qyteti i Delvinës, krajinë e Rëzomës dhe krajinë e Rëzës, të cilët bëjnë pjesë. Kjo enciklopedi është shumë planshe, ashtu siç e përcakton enciklopedia, duke filluar me historikun e qytetit të vjetër dhe e lashtë të Delvinës, pastaj kalojmë në periudhën e Sanxhakut të Delvinës, në periudhën e Pashallëkut të Delvinës, të kohës së pavarësisë së Shqipërisë në 1912, patriotët, pjesëmarrës, luftën e qetave patriotike të Delvinës kundër pushtuesve osman, pastaj kalojmë në kohën e monarkisë, lëvizjet që t'ia bën, aktiviteti, krijimi i njësive vendore në qytetin e Delvinës, qoftë të bashkisë, qoftë në prefekturës, zhvillimi i arsimit në Delvinë, zhvillimi i kulturës, të cilës në Delvinë, një qytet me tradita që në vitet 30 ka pasur një zhvillim të madh dhe në ana kulturore artistike, me pjesëmarrjen e luajtjen e shumë dramave të kohës, teatrove, pjesëmarrjen në jetën ekonomike, arsimi, zhvillimi, kontributi i mësuesve të popullit tonë për arsimimin e
hapje shkollës pa shqipe, më 20 mars të 1909 në qytetin e Delvinës, me mësuesit e parë, patriotin e madh, Namik Delvinën dhe Gjapo Pashën në Kirokastra, hapja e shkollës shqipe në 1916 me drejtor mësuesin e popullit të Xhelat Berberi, edhe në vazhdimsi, si dhe kontributi e rinisë delvinote në to pushtimi fashist të 39, rezistencën që i bëri populli Delvinës më 7 prit të 39-ës, ushtrisë italiane para se tinde në qytetin e Delvinës, lëvizja nacional çimtare, pjesëmarrja e popullit Delvinës dhe e trevës së saj në luftën nacional çimtare, pjesëmarrja e popullit në mas, dhe sidomos pjesëmarrja e frymës shqiptare, ashtu siç ishte pjesëmarrja në mbrojtjen e trojeve shqiptare në luftën e 13-ës dhe 14-ës, në ekraret të zonës trevës së Delvinës, po dhe në luftën nacional çimtare, formacionet luftarake që kanë marrë pjesë gjithë populli i Delvinës dhe vajzat e djemtë e Delvinës, dëshmorët e Delvinës, invalidët e Delvinës, njerëzit që kanë që në kampet e përqendrimit në treva e Delvinës, pas luftës nacional çimtare, periudha e socializmit, ndikimi që vjen zhvillimi i qytetit Delvinës, aq sa me ato fizimet e tij, por kishte një zhvillim i arsimit, zhvillimi i ekonomisë, zhvillimi i industrisë, ku ka mën theksin se ai qytet me atë popullsi 10.000 banor, ikte rreth 50% të prodhimit industrial të kohës të ish rreth Saranës. Dhe kontributi në krimi kooperativa bujqësore sipas viteve, kohëve të bashkuara, krimi ndërmarrje bujqësore, krimi ndërmarrje dhe zhvillimi i artizanatit, edhe deri në ditën sot pas vitit 90, pjesëmarrje në proceset demokratike të qytetit të Delvinës, të popullit të trevës së Delvinës, intelektualët i kanë dhënë teksin, sidomos zhvillimi ajo që është më kryesorja dhe shfaq për qytetin e Delvinës, që drejtimin e qytetit Delvinë historikisht e kanë drejtuar njerëz të shkolluar në shkollat më prestigjioze evropiane në atë kohë dhe kanë dhënë një impuls dhe kanë ndikuar shumë mirë në përgatitjen e atij brezi, të cilët kishin një formim çok pendimor, po të them, në këtë drejtim, dhe kjo vazhdoi. Neve kemi intelektual të trevës Delvinës, profesora dhe doktora, rreth 40 profesor, doktor dhe profesor të arsyetuar dhe doktor shkenca në trevën e Delvinës. Kemi 3 mësues të popullit, kemi artistë të popullit të dëgjuar, në rang kemi kompozitor, kemi artistë mësues të merituar, kemi edhe në sektorin ushtarak, kemi në gradat të larta, të hierarkike ushtarake, general dhe ministra, kemi 10 ministra, kemi 24 deputet që nga 1912 dhe deri në ditët e sotme, na treva e Delvinës, na Kazak e deri në muzikë. Dhe perëndimi. Lexohet në këto 5-8 minuta që ju folët për Delvinën, folët pak për librin, folët më shumë për Delvinën dhe dallohet krenaria dhe nostalgjia që jeni i lindur dhe rritur në Delvinë. Po mirë, gjithë ky material, me këtë vështrim diakronik që ju sapo përshkruat, sa kohë ju mori për t'u hedhur në këtë libër që ne kemi në duar? Tani unë jam konsultuar dhe me profesor Ali. Unë në viti 17 kam botuar librin e parë në rrjedhjen të viteve. Ishte një botim që i përkiste më shumë familjes time, rreth 250 vjeçara ka pa unë 8 breza familjes tonë në qytetin e Delvinës. Por në atë libër nuk mund të lija pa futur edhe popullin, edhe patriotët, edhe lëvizjet, edhe fiset e Delvinës. Ne kemi rreth 185 fise të vjetra delviniote para 12-ës, të cilët 130.000 janë të besimit musliman, 34 janë të besimit ortodoks, po nuk mund t'i ndajnë këto. Po do që të bredhësh në Shqipëri, dhe sa të thotë që na je, unë jam delviniot, thotë, pa martit se që. Kjo së notua, në përbot, po do që kam kjo periudhë që nga 17-a, në 2017 dhe në vazhdim, mua përveç shënime më ka bërë që të lumtoj gjatë gjithë saj kohë, të mbredh, të intervistoj, të lidhe me
Delvinot në Amerikë, në Zvicër, në Itali, me telefona, me takime, me intervista. Do me thënë, është një periudhë e gjatë në arkimin e shtetit, duke lexuar libra historike, duke bërë intervista direkt, duke bërë takime, duke shkelur në përfshatra me njerëz, se një gjë ishte vështirë se dëshimtarët popular kanë ikur, mosha bën të saj, por megjithatë është një periudhë shumë e gjatë. Edhe në çdo atje unë kam rreth 300 artikuj në këtë enciklopedi, me rreth 170 personalitete, aq sa mund t'i gjikoju të kësaj treve. Kjo treve është rreth 232 km², do 21% e sipërfaqe të ish-rrjedhit Sarandës. Dhe ka 28% të njësive të banuara të ish-rrjedhit Sarandës. Pra, keni parasysh treve qytetin e Delvinës, dhe 28 fshat. zonën e Rëzomës, e Rëzës, Pecë, Karnikaq, Cirakat, Brajlap, edhe do të kemi mundësi se Kostar, Belat. besoj do të kemi minutat mjaftueshme për qëndruar në Delvinën, në trevën e Delvinës. Por profesor Shabani, i cili mos gabosha është botuesi rreth 18 librash, 20 janë bërë. u bën pra që nga emisioni i fundit, zoti Shabani ka botuar dhe 2 të tjerë. Pra si ju duket përpjekja e zotit Haxhi me enciklopedin, çfarë gjetët te ky volum në vlerësimin tuaj edhe si botues, po edhe historian, që njeh mirë besoj gjithë historinë e zonës. Së pari unë desha të uroj të gjitha mundësitë e tij zotit Ilirian që i ka hedhur në këtë libër, sepse për mua të bësh një enciklopedi është një gjë shumë e madhe. Dhe nuk mund të krahasohet me një libër tjetër të zakonshëm. Dhe se Iliriani është munduar shumë vite me radhë, unë jam konsultuar në këtë periudhë me të, dhe mendimet që janë të, ai ka bërë përpjekje kolosale për arsye se ka shumë referenca të marra aty, që nga dokumenti i parë për Delvinën, që nga kodiku i Delvinës, nga historianët Vasil Bara, Themistokli Bamiha, njëkohësisht edhe një arkeolog nga Drovjani, Të tre mos gabojmë janë Drovjani, të tre. Nikola Mustaqidi, që kanë pasuruar jo vetëm bibliotekat shqiptare, por sidomos ato të Janinës, të gjenden edhe sot këto dokumentacione. Do me thënë se shtratin e ka shfrytzuar në këto referenca. Për këtë e përgëzoj, si edhe atë që shprehu vetë që parë në pasurinë që realizoj të profesor Apostol Pangos për Delvinën. Në vija të përgjithshme, unë do të thosha që edhe për dëgjuesit se për mua, duke i marrë në mënyrë graduale këto dy qytete që fillojnë Saranda në shekullin e 3-2 para Krishtit, që u zhvillua më herët nga Delvina, në saj të shndrimit të portit nga Fojnikia ose kryeqendra e Pirit, që u lidh me treguesit e tjerë të tregtisë dhe anijeve tregtare të Korinthos, të ishullit përballë të Korfuzit, të Magna Grecia me Italinë e të tjerë, por për Delvinën që e ka kapur autori këtu, që filloi në shekullin e 6 ose më saktë në gjysmën e dytë të shekullit 6 pas Krishtit. Do me thënë, Fojnika ngelet kryeqendra që ka dhënë produkte në krijimin e këtyre dy qyteteve. Se këtu fillon dhe jeta e Delvinës, shekulli 6 pas Krishtit. Tu filloi dhe në tretin që u bë qytet Onhesmi dhe më vonë Saranda. Këto janë përshkruar mjaft mirë me referencat e tij. Gjithashtu mundoja të theksoja se bukur autori ka përshkruar këtu ngjarje të mëdha historike deri në luftrat e zhvilluara në territorin brenda në qytetin Delvinës dhe në periferinë e tij, nga Taxati deri në muzinë e Ndrovjan. Po ashtu do të them se një vëmendje i ka kushtuar autori artizanatit të famshëm të Delvinës, sepse ajo u rrit në shkallë, që nga 1555 që u shpall Qendër Sanxhaku, që në jug atëherë ishte vetëm Gjirokastra, Kamenica, Janina dhe Delvina, që shtrinte aktivitetin e tij që nga Kuçkur Veleshi deri në Art Prevez. Dhe
ky dokumentacion është i rezervuar dhe i treguar prej tij. Gjithashtu duhet të theksoj edhe probleme të tjera që vazhduan në shndrimin nga Qendër Sanxhaku me zhvillime të mëdha dhe lidhje direkte me Stambollin nga sultanati, por edhe kur u shtruan në Kaza, më vonë në Pashallëk e mëtej në ngjarjet e fundit të Delvinës. Por edhe në treguesit e Delvinës unë pash se një goditje për uljen e investimeve, njëkohësisht dhe për zbehjen e qytetërimit në Delvinë ishte viti 1957, kur qendra e rrethit nga Delvina erdhi në Sarandë. Dhe goditja e dytë për Delvinën, për mua, është edhe ndërtimi i rrugës automobilistike nga Muzina dhe në luginën e Bistrisës. Dhe ky efekt u dukte Delvina që u zbeh si qendër qytetare. Domethënë, po ullet si gjeta e zhvillimit të këtij qyteti shumë tradicional, me industri, bujqësi, gjithë artizanat shumë të zhvilluar. Nuk dua që të zgjatem më tepër, por dua të tregoj edhe një diçka tjetër për Delvinën, se figurat që kanë nxjerrë Delvina deri tek kryeministri Suleman Delvina e të tjerë që i përmendi autori, janë për të patur zgjidhje për qytete të tjera të mëdha, më të mëdha në popullsi në rang vendi, në rang kombëtar. Dhe sigurisht që krenaria e gjithë banorëve të fshatrave dhe të qytetit të Sarandës së bashku për Delvinën e din këtë problem. Dhe në gjithë këto tregues, do të them se risia për mua më efikase në këtë enciklopedi është ajo e pasqyrimit të kësaj qendra qytetare edhe fshatrave me të gjitha ngjarjet që kanë kaluar, që nga fshati në perëndim, më perëndimor, Taxati, deri në Dhrovjan, në pjesën më juglindore, me të gjithë ngjarjet që kanë kaluar këto fshatra dhe figurat madhore të tyre që kanë arritur në këtë rrugëtim. Më tej, nëse do jepet mundësia edhe të tjera probleme. Unë t'ja lë fjalën kolegut, i cili ka një lidhje të fortë me Delvinën për shkak të aktivitetit që fondacioni që ai drejton besoj nuk ka lidhje, apo ka lidhje tjetër se ju Jo, mo, Delvina në fakt jam rritur në Sarandë, lindur edhe rritur në Sarandë, Po për ka lidhje Delvinë, se drejtimi fondacioni Lidhja i qenë një nga iniciatorët që nxorri gazetën Delvina me meti. po e vërtet është. për sa numra donën nga Nxorë rreth 3 vjet, nxorë, dhe unë e kam atje. e keni koleksionin e E kam në enciklopedi, të Shuaj Mehmeti, po ka qenë një... po është ruajtur si Jo, nuk arkiv? Ka qenë një iniciator edhe më shtet në anët. duhet të kemi parasysh domethënë që produkti është i lidhur me njerëzit. Po për mua një herë është e para, tani po filloj të flas, që nga fillimi i emisionit, është kënaqësi që jemi të ulur me njerëz që shkruajnë, njerëz që prodhojnë, memorie. Memoria nga ato që ngelen kohës. Kështu që unë ju falenderoj një herë për parë që na keni ardhur edhe ndani me ne këtu sot këtë kënaqësi. Nga ana tjetër, Delvina për mua, si Sarandiot, ka qenë unë e shikoja si qendra e traditës. Saranda nuk kishte traditë. Saranda ishte një qytet i krijuar rishtasi. Ka njerëz që ju buzëqeshi një fat më i mirë nga një jetë shumë e vështirë të vinin dhe të rinin diku në paqe. Të larguar nga përmeti në atë kohë, që erdhen në Sarandë, refugjat që erdhen nga Çamëria, të zhvendosur nga fshatrat përreth e rrotull, domethënë që të merreshin me punët që filloi të zhvillonte Saranda. Po Delvina për mua kishte një traditë e cila i shkonte për te viteve. Më tepër se sa kaq, kishte një diçka që ndihej në Delvinë. Në momentin që shkon në Delvinë dhe del shëtitje, duken portat e vjetra.
të vendit. Po. Shtëpitë e vjetra. Dhe ka një besojmë që ka një rëndes ajo. Mbi mua kishte gjithmonë. E ndjeja do më thënë që kishte diçka të vjetër, diçka të lashtë, një kontribut atje. Kohët e fundit kam marrë vesh që edhe familjarë të mit kanë kontribuar. Ja 3 vite breza përpara. Kanë kontribuar në Delvin, kanë qenë pjesë e punonjësve që ndihmonin atëre. Po ka një gjë që në fakt mua më dhëmb. Një Delvin që ju e përshkruani këtu në vitet 30 me 3500 banor, që u rit të ishte në deri 10.000 banor. 10.500 banor. A e di, 90. Dhe që tani e gjen në përmasa reale, besoj që nuk e teprojnë nëse them janë 2500. 3.000 banor. 3.000 banor. 3.000 banor. Do më thënë ne jemi, qytet. Ne jemi praktikisht duke shkuar mbrapa në kohë. Në një farë mënyrë. Jo, po shkojmë mbrapa në zhvillim, jo në kohë. Po flasim mbrapa. Apo e ke vapin që kthehet autori mbrapa në kohë? Jo, jemi ne. Delvina e sotshme është mbrapa në kohë. U kthyem mbrapa. Sepse në qoftë se ju ishit duke folur që Delvina dikur qeverisej nga njerëz të cilët ishin të arsimuar jashtë, në shkolla të mëdha, në shkolla në Perëndim. Duket sikur sot kjo nuk është shqetësim. As për ata që zgjedhin, dhe as për ata të tjerët më thonë që i vënë këta njerëz që të zgjidhen. Shumë pak prej tyre kanë pasur arsim të thellë. Dhe nga ana tjetër, mua më ka pëlqyer diçka tjetër në fakt në Delvin, dhe më pëlqen sot e kësaj dite. Kryetarët e bashkisë në Delvin, mua më duket sikur janë njerëz që menjëherë kuptojnë se ku janë kryetar bashki. Mbase vinë me të madh në atë pozicion, po vendi dhe hallet e vendit i ulin me këmbë në realitet. Janë nga të paktët kryetar bashkie që gjen rreth e rrotull, të cilët janë me këmbët në tokë. Më duket mua. Të gjithë që unë kam njohur, kohët e fundit, i shikoj që janë të lidhur me hallet e popullit. E kuptojnë shumë shpejt që nuk kanë ardhur atje për të fituar. Janë më të lidhur me hallet se sa kryetarët e bashkive që ka pas Saranda një. Saranda ka një efekt që i bën kryetarët e bashkisë pordac, më falni për shprehjen, po e kanë vendin edhe këto fjalë në fjalor, sepse nuk ke fjalë të tjera që të mundesh ti përshkruash ato që ndjen kur komunikon me ta. Qyteti i Sarandës i bën kryetarët e bashkisë të tillë shumë shpejt. Ata ndihen në pushtet, ndihen lart, kurse kryetarët e bashkisë së Delvinës mua më duken njerëz me këmbë në tokë. Njerëz që janë të lidhur me ato hallet që ka populli ditë për ditë. Sikon atje, nuk janë të ikur gjithkohën mundon lart poshtë. Ata zgjidhin hallet e popullit. E kraun tjetër, Delvina, Saranda ne themi që ka portin. Mua më duket se Delvina ka shumë. Ka shumë që ta bënte edhe sot të ishte një qendër e madhe. Burimi i gazit që është në Delvin, Të cilin trajtohet atje. presupozohet që është një nga më të mëdhenjtë. Trajtohet burimit dhe të ardhurat që mund të krijojë ai Pikërisht që nuk shfrytëzohen nga bashkia. Janë- Dhe qyteti janë trato të mira. janë për allore. Realisht, Treguesin. më ndihet. Profesori lexoi. Vetëm. Unë ma mikrofonin. Po, Vetëm zëri mos u mbas, se na duhet zëri. me pak vështirësi në fakt. Burimet e gazit që Delvina e ka, në këtë moment janë duke u shfrytzuar shumë pak. Ose as pak. Nuk kanë impakt në komunitetin e Delvinës. Nga ana tjetër, impakti i zhvillimit ekonomik ose për qytetin. Ajo industri që është atje. Ajo që është ekzistuese. mos e vërtet. Mund të them në qytet. Nuk ka mënyra reale se si qytetari i Delvinës të përfitojë.
S'ka. nga shfrytëzimi i gazit. Nga ana tjetër, kapaciteti i madh që ai gaz përbën për ekonominë e Delvinës, po dhe për ekonominë kombëtare, aktualisht është duke mos u shfrytëzuar. Nga ana tjetër, një sër gabimesh edhe trajtimi amatoresk që është bërë puseve të gazit në Delvin, ka sjell nxjerrjen nga shfrytëzimi të disa prej tyre. Dhe unë e gjej veten sot si një njeri që viziton Delvinën të goditur nga varfëria e Delvinës. Të vrarë. Nga një sër ndërtesash të vjetra, të cilat me të vërtet prezantojnë një arkitekturë tërheqëse interesante, të cilat janë krejtësisht të braktisura, të lëna jashtë vëmendjes, nuk e di se kur do ta kenë mundësi ndonjëherë të futen në vëmendje, të shfrytëzoheshin për banin, për hoteleri, apo ku diun se çfarë, të shërbenin biznesit të vendit. Një pjesë e madhe e traditës së Delvinës, shikoj këtu në vitet 30 kishte 3 argjendari qyteti. Po them për argjendari, sepse sot është koha që ky mall flet edhe nga Delvinjotët dhe nuk ka asnjë sot. Nuk po flas më që s'ka këpucar. Se dakord, këto ishin zanate që dolën një çik jashtë nevojave të kohës. Nuk po flas më që s'ka një njeri të bëjë një shal kali. Apo një hekur kthyes. Samargji. Po samargji mo që... Kapshte e punës. Për kapshte e punës. Po s'ka më. Nuk ka, janë këta neve atje, kemi Delvina, po flasë në vitet 30, ka rreth 150 gjësi artizanate me 23 lloj shërbimesh. Po flasim për turizmin që cekët mirë, po flasim për në vitet 30, neve kishim 7 hane dhe 8 hotele të masave të ndryshme dhe me emra të dinjitosët që lëviste se ishte nije, sot nuk po be, po me gjithatë, e pushteti lokal duhet luftojnë në këtë drejtim. Luftojnë në këtë drejtim. Të flasë pak edhe për të temë se e ndjej me thënë vërtetën situatën reale të Delvinës, por nuk mendoj se është zgjidhje që të tonojnë varfërinë, prapambetjen apo mungesën e vëmendjes. Unë mendoj që është një nga mundësi që na jepet që të flasim për të ardhmen. Duke shkuar në të shkuar nëpërmjet kësaj enciklopedie, por edhe shkrime dhe dokumente të tjera, jepe edhe pasazhe për të ardhmen aty, se ku mund të përqendrohen. Shumë mirë. Jepe. Për këtë duhet të, sepse zhvillim. Edhe profesori tha diçka në lidhje me dy momentet sipas profesorit që edhe unë bie pjesërisht dakord me to që dy momente që ndikuan në rënjen e Delvinës. Një ishte krijimi i qytetit, zhvillimi i qytetit të Sarandës, e kalimi i qendrës, si thua, administrative nga Delvina në Sarandë. Dhe dyta zhvillimi i rrugës. Rrugës automobilistike. E megjithatë, zhvillimet e rrugës ose të rrugëve nuk janë asnjëherë nuk janë zhvillime të cilat të sjellin prapambetje për përkundazi. Për shembull sot kemi një zhvillim tjetër, që kemi zhvillimin e rrugës së re, zonës së Rëzomës. Dhe aty ku mendonim që do binte lëvizja në drejtim të Syrit të 4, asnjë nuk ka lëvizja në drejtim të Syrit të 4, sepse Syri 4 filloi të menaxhojë më mirë. Dhe vazhdon ende numri i vizitorëve në Syrin e 4 të jetë i lartë. Qofse do të kemi politika të duhura, qoftë të nivelit vendor, qoftë të nivelit qendror, të cilat për fat të keq mungojnë, do të kemi këtë gjendje për Delvinën. Pra, vetëm nëse Delvinjotët dhe bashkë me Delvinjotët, ne bashkëqytetarët e zonës së Sarandës dhe me Gjerë, bëhemi koshient për resurset dhe asetet që Delvina dhe treva saj ka, dhe këto resurse t'i kthejmë në politika zhvillimore,
Unë jam i sigurt se së shpejti Delvina do të rikthehet, Ringjallet. do të ringjallet. Sepse në mënyrë spontane turistët kanë shkuar në Delvin për shkak të mbingopjes të Sarandës dhe të Ksamilit. Kam informacion që vizitor, turist kanë shkuar dhe në Delvin dhe në fshatat e Piniqit. Të bëj një parantezë këtu. Para 3 vjetësh, me iniciativën e ish-kryetarës së bashkisë ka qenë dhe të disa intelektualëve atje, u hodhi ideja e krijimit të një muzeumi, se mos në prish. Edhe u krijua një muzeum me financimin e bashkisë, por me kontributin e popullit, të cili pron pajisje dhe të ndryshme, të cilët sot, në këtë kohë, që nuk shkelte këmbë turisti atë që tha, jo. Ka turist që po e këndojnë, edhe po vjen te ai muzeum. Ashtu siç është po pasëroj çdo ditë. Ka studio piktore në shtëpi, po që vjen po e vizitojnë. Domethënë, diçka u bë serbet që edhe atje të shkoj. Po të flasim pastaj për manastirin e Kamenos të 1638-ës, që varet direkt nga Panari, në Kërmaksem të sultanit, që kishte pasuri pradhore, që kishte u ndërtuar në 1580 në atë manastir, që vetëm për një rrugë ti 3 kilometra, që është një manastir unë e kam vizituar shumë dinjitos, profesori më të flasin, po të flasësh për fshati Shqipecën, se nuk është fshat Drogani, Shqipec, se në 1900 kishte 200 zënës, edhe 4 mësues. Edhe i të edhe mësim, zhvilloj se... Drogani është një nga ato vënde që në rrihet qytetërimi e gjatë kur qytet në rrugët e Drogani ndihet ka qytet. 16 kisha 20 kroje. Ka një Pra, për shumë, dhe me tjetë në gojë, Drogani Mësova, të ditë që do të ketë një investim për rrugën, për të quar asfaltin dhe në... Ka një gjë, një parantezë. Qyteti Delvinës, ose bashkiet Delvinës, u sakatua dhe nga reforma territoriale. Po, saktë. Nuk të vendosësh një qytet, se për të krijuar një reformë territoriale, nuk do nisesh të njëjtë një nga politike, por do të shkojnë disa faktorë social, ekonomik, shoqëror. E kemi bërë pjesë të bisedës në për studio, Dhe kuptimi i kësaj bashkie çfarë mund të pusi i natës 300 km latë njësit bashkake. nuk e di çfarë mendoni juve, a nuk mendoni që i takonte në reformën territoriale që u bë në vitin Gjithës zona e Rëzës, 300 Himara të ishte e lidhur me Delvinën dhe jo me Lumin e të Parë. them një tregus. Në 1828, në kohën e Anarkisë, në prefekturë të Delvinën shtrihet deri në palas. Deri në palas. Tani, të kryosh, të heqesh të gjitha ata çvesh, të gjitha ato resurset. Retalisht një qytet të tillë, kur qyteti, kur Drogani, Peca, Muzina, Karikaki, mësonin aktivitetet të gjitha, lidhjet, shoqëritë, bizneset, i bëni në këtë qytet e preve, edhe i hoqe sirikatër, njifjet në Delvina. Ujvare e Karikakit njifjet në Delvina, një urbar fantastike që nuk e provon njëri. Manastiri i Shëntriall, që është në Karikak, është një gjë fantastike. Po këto marrin në zhvillimin edhe një lokaliteti, edhe një territori, ja, edhe qyteti, me një infrastrukturë. Do parë në tërësinë e tij. Kjo vendoset në një terren e vendos politik. Duhet pjesë, duhet pjesë ka qenë. Çfarë është? Po këto gjëra duhet diskutohen kur bashkia, kryetari i bashkisë, kryetarët e bashkive, është një forum të diturish, të utësh, një forum qytetar që të debatojnë për Shiko, unë besoj se vëmendja nuk i ka munguar Delvinës. Çfarë i ka munguar Delvinës është vëmendja e qeverisë. Është një vëmendje e cila është kronike në mungesën e saj. Po pse vetëm Delvinës ka munguar? Jo vetëm Delvinës, edhe Sarandës një Edhe Sarandës paga shumë. Po ta shikosh Sarandiotët edhe sot. Sepse po të kishte vëmendje qeveria, Saranda nuk do të zhvillojë në këtë formë që të pa rregullt, jo të kontrolluar që është zhvilluar. Shiko lidhjen që kanë sot qytetarët e Delvinës me qytetarët e Delvinës, Sarandës, mundon me Greqinë shumë më të madhe se sa e kanë me Tiranën këto kohë. Pazare
tregtia kryesisht andes sa bëjmë një pauzë për reklamat edhe pastaj i rikthehemi bisedës se shikoj që ka dëshirë dhe profesorit të futet në bisedë. Imagjinoni një botë ku secili prej jush ka përkujdesjen mjekësore më të mirë. Jemi me ju që në hapat e parë. Ju qëndrojmë pranë me profesionalizëm dhe përkushtim. Aplikojmë idet dhe teknologjitë më të avancuara për t'ju ofruar një trajtim të saktë dhe të personalizuar, sepse secili prej jush është unik. Ky është premtimi ynë. Të kujdesemi për këtë brez dhe ata që do të vinë. Intermedica. Life needs care. Njoftemi nga regjia që jemi kthyer në rrjetën normale të emisionit pas reklamave. Falenderojmë përzemërsisht sponsorët tanë, të cilët na kanë mbështetur në këtë rinisje të re të emisionit. Sponsor general Ramo Saranda, supermarketet Alfa, Intermedica, Home Decor dhe Hotel Deksanil. Zoti Shabani, doni të fjalën. Por e tham që është momenti që të kthehemi nga ardhmja. E di që profesioni juaj është historia. Për atë e kam dhe unë. Dhe pa dyshim që Delvina është nga ato qytetet cilat i ka dhënë emër vendit, jo më lokalitetit, apo jo. Pra sepse kryeministri i parë i Shqipërisë ishte Sulejman Delvina, apo jo. Kryeministri, subskrimi. Dhe jo vetëm. Pra ka pas shumë figura, por ka pas dhe shumë zhvillime të tilla, Si edhe në këtë tren me histori që në lashtësi, kështu që mbështetëm mbi këto, cila duhet të jetë ardhmja. Sigurisht. e Delvinës. Unë mendoj se
është e vërtet që qyteti i Delvinës është lënë hares së pari nga qeverit. Jo kjo e fundit, po Nga të gjitha. për mua nga të gjitha qeverit. Dhe se jo ajo që duhej i bërë, është bërë nga këta kryetarë të bashkive aq që mundësi sa kishin, për mua. Unë kam patur rastin kur kam banuar shumë vite këtu në Sarand, pas emigracioj që ktheva dhe kam vajtur vetë personalisht dhe i kam takuar të paktën 5 kryetarët e bashkive të fundit. Ju kam dhënë thjesht mendimet e mia. Kemi një bashkëpunim, domethënë, për ndërtimin e një dokumentare televiziv, e kemi mbaruar para disa vitesh, për Delvinën, bashkë me grupin tim të punës, dhe unë kam quar dhe turista në Delvinë me grupet vogla, se nuk kam shoqat madhe. Dhe këtu desha ta thelloja këtë temë. Më mirë se unë e din Delvinjotët dhe në veçanti Lagja Xhërmëhadh ka një thesar të jashtëzakonshëm që është një lugin e vogël si e fshehtë e qytetit Delvinës, te kalaja e Xhërmëhadhës ku ka filluar dhe jeta, ku ka qenë dhe tregu i vjetër, dhe sa sot janë 7 monumente kulture me status veçantë, një lugin fare të vogël. Përveç kalas, 2 xhami, njëra përballë tjetrës, nga njëra anë e projët e tjetra, hamami, ura prej guri, vetë qesma, ku buron ujë, dhe njëkohësisht mësënjtorja e klerikëve islamik, si edhe teqeja e Baba Mirit. Të gjitha këto janë pasqyruar. Po, janë pasqyruar, si edhe disa teqe të tjera, si për shembull njëra e ndërtuar nga familja e madhe e Bayazit. Dhe dua të them këtu, kjo lugin e vogël që unë kam ngulmuar te këta, nuk është bërë ndonjë punë për ta tërhequr këtë, sepse kultura mesjetare këtu është më e pranishme nga në çdo vend tjetër në Shqipëri. Dhe kjo ishte një vend komod për të gjithë aristokratët e Delvinës që ditë e pushimit i kalonin këtu. Kishin gjitha plotësuar kushtet, qefet e tjera të periudhës mesjetare. Mos duhet shumë investim? Fare pak. Ka një gjade të hollë që makinat nuk mund të këmbehen, buzë projt, dhe kjo së pari duhet zgjeruar, për mendimin tim. Atje te krapi duhet të bëhet një shesh pushimi për makinat që i mungon, qoftë nga ana e Kodrës ku është kalaja e Delvinës, qoftë edhe tek pranë Çezmës. Gjë që nuk është bërë. Kanë një thesar për mua shumë të madh, por nuk e kanë shfrytzuar deri sot. Kjo është një mundësi shumë e madhe. Profesor gjithmonë për luginën. Po. Lugina që më sa që keni komunikuar me 5 kryetarë të Delvinës. Po. Edhe me të fundit. Me të fundit jo. Shpresoj që na dëgjon kryetari i Bashkisë së Delvinës. Këtë do ta kemi në studio për të ndarë të njëjtat problematika. Po mirë, meqense ju keni komunikuar me 5 ish kryetarë të Bashkisë. Çfarë ka dalë nga takimi me ta? Që qeveria qendrore nuk ka kordon fonde. Dhe vetë ata kuptohet, si kjo bashki, si edhe bashkia e Kunispolit, nuk kanë fonde të mjaftueshme mendojun për të ndërhyrë. Por, për shembull, fonde për të rregulluar rrugët në treguesit bujqësor gjenden nga qeveria. Pse mos gjenden për kulturën, që rënja e këtij shteti është kjo kulturë. Dhe të gjenden për biznese dhe nuk gjenden për kulturën e tyre kombëtare shqiptare. Ky është një burim i prerë nga qeverit, për mua. Nuk kanë këmbëllur dhe nuk duan, jo se nuk ka fonde, por nuk duan. Është çështje e prioriteteve. Pra Delvina dhe Saranda nuk kanë qenë prioritete. Se profesor, dhe në këtë pjesë, dakord jam me juve. Por puna e pushtetit vendor duhet paraqitet dhe projekte. Duhet praci dhe mendime. Dhe të rrisë fuqin lobuse. Atëre pse se nxit që nga thot bën projekt të t'jap fondin? Shiko, duhet do qaj fëmijë t'japi ushqim në qirina. Si s'kan kërkuar? Duhet që të vesh edhe të lobosh. Ajo, më falë, kryetarje bashkisë që ishte para këtij djalit,
ishte lidhur me Ministrinë e Kulturës. Ishte. Dhe kishim bërë biseda, kishim bërë 8 takime bashkë me të. Dhe me dy kolegë të mirë gazetar. Kemi qenë bashkë. Tjetra, për ta thelluar këtë temë, nuk është vetëm kjo lugin. Për mua, edhe penat e shkrimtarëve ose të historianëve të Delvinës kanë një gjevahir tjetër, lagja Allak. Për mua është një lagje me arkitekturë tepër të zhvilluar dhe i ngjet një lagje të Beratit. Në qoftë se do e shikosh në këtë prizëm, por nuk është bërë asgjë për të. Ka dhe urën mesjetare aty në lagjen Allak. Ne kemi shkuar deri në Mukuls. Po, deri në Mukuls. Është një vend i mrekullueshëm. Tjetër, në Delvin, se Sara që thatë më parë, që ekziston sot tek manastiri i Kamenos, ekziston kisha e Shën Marinës. Dhe atje ka ndërhyrjen e piktorit mesjetare të shkollës së Onufrit, që është Mihal Jerma. Gjën edhe emrin gjithë ato afreske e tjerë. Po ashtu, gjë rrallë unikale në Shqipëri është në fshatin Rusan dhe Xhamia e Gjin Aleksit. Një arkitekturë e rrallë, e cila tërheq vizitor dhe sidomos këto vizita të shpeshta bëjnë dhe shtetet e Evropës qendrore, edhe kërkojnë me insistim. Ne bëm edhe dje me gazetarin Thomanika një intervistë që do japi televizioni Gjirokastës për të, edhe këmbien disa mendime që janë produktive. Do me thënë, jo se nuk është zbuluar Delvina si qendër e vizitueshme turistike. Është e zbuluar, por mungojnë investimet që ta bëjnë atë më të rrejse. Për mua, dhe këtu duhet të synojë dhe kryetari i bashkisë, por sidomos edhe të krijojnë kushtet nga qeveria qendrore. Unë mbaj mend që kryetarët e bashkisë, unë nuk i kam njohur të them të drejtën, ta 4 të fundit i kam njohur. Kam pasur edhe marrëdhënie me ta pune. Janë dukur njerëz, siç e thash edhe më përpara, me këmbë në tokë, që ulen shumë shpejt me këmbë në tokë. Po duhet të kemi parasysh që nuk e di për këtë kryetarin e fundit, po ajo e para fundit tani paguaj me një 600-700.000 lekë në muaj. Ka që shroga ai kryetarit bashkisë në Delvin. Nuk e them këtë për të thënë domethënë që nuk po punojnë, ata punojnë edhe punojnë fort. Kjo është kufizimi që i është dhënë Bashkisë së Delvinës. Bashkia e Delvinës është një nga 5 bashkitë më të vogla në Republikë. Pavarësisht se çfarë përfaqëson ajo në traditën kombëtare dhe në vlerat arkitekturore, arkeologjike që ka, tradicionale që mund të ketë Delvina, faktikisht Delvina është bërë një nga 5 bashkitë më të vogla. Politika në këtë moment ka folur asnjë institucion dhe zira arsimore u shkri. Pikërisht pra. Që është një pikërisht. Se o të krijuar shkolla e bashkimit. Ju hoqëm të tëra gjërat Atëherë mund të themi me plot që keq trajtuar në qoftë se ajo. Është vetëm institucion. Delvina aktualisht po mban me zor vetën shkolla të hapura. Vetën e saj. Me zor po i mban 2 shkolla të hapura. Gjimnaz që ka, nuk ka asnjë investim. Delvina ka pasur një gjimnaz që fitonte çmim me Republikën. Që në 1957. Më pas se 4.400 zënës kanë kaluar një gjimnaz. Po bujqëtoria e Delvinës nga shkollat teknikumi bujqëtori i Delvinës nuk e ka. Po. Vini 18 në 15 rrethet të Republikës, vinin nxënës atje. Ishte dhe kishte shkollë model në rang kombëtar. Në rang kombëtar, edhe elite praktikën me teorinë. Elite shkolla bujqësore të Shqipërisë. Nuk i kanë munguar idet kryetarëve të Bashkisë së Delvinës. I kanë munguar fondet dhe i kanë munguar vëmendja e qeverisë. Kjo është. Jo e kësaj qeverie dhe gjitha që kanë kaluar. Të gjitha qeveria. Si Saranda dhe Delvina janë parë gati me të njëjtin sy. Ashtu. Një sy në përkëmbje dhe një sy harese që ka qenë. Pse pak vlera ka pasur Saranda edhe ka Saranda, më kupton që u la. Si përfundoi kështjella e lëkursit, më kupton që të merrej nga një privat edhe të bëj, më kupton, ndërkohë që shteti e kishte lënë të ishte stall praktikisht. Të dhëntrinin atje brenda. Fshati i lashtë i lëkursit
që nuk I kishte të pakta ndërtesa dhe nuk I ka sot e kësaj Me dite. 275 shtëpi. Dhe kisha të ngritura në këmbë, sot kisha me mure. Nuk është se kanë munguar. Ky qytet I cili e merr emrin nga manastiri I 40 shenjtorëve. Ku është manastiri I 40 shenjtorëve? Nga një manastir me 2 kate, më kupton, mezi po mbahet I gjallë, mezi po mbahet në këmbë. Diçka është bërë. Po, më fal, kanë marrë gurët edhe I kanë stipostur diku atje në kraq, të mos I rëndojnë sipër. Vetëm kaq kanë bërë. Për këtë në qoftë se më Ai lejon, është duke rënë. Edhe thot me që jo, kaluam nga tema ta kisha Allahi që nuk I kanë munguar det kryetarëve të Bashkisë së Delvinës. Mbaj mend një Po nuk kemi gjikundi të para të dokumentuara se të kesh mendime është tjetër gjë. Jo, më fal. Dokumente të cilat Ildieri Gurim Alinani vërtetojnë lobonte me fuqi në kohë kur universiteti u bë në Sarat, që ndërtesa e madhe që ishte aty për shkollën bujqësore, të shfrytëzoi pikërisht për këtë po është edhe gjithë të kesh ide. Studentët të flinin atje. Tjetër të kesh politika. Sepse do ta kishin shumë më të lirë fjetën në Delvin. Është tjetër të kesh ide. Ndërtesa kishin shumë në Delvin. Të kesh stafe të cilat bëjnë politika. Në vitet 70 në teknikumën bujqësor Delvinës, që dinë që këta profesorë, ishte filiali I Institutit Lartë Bujqësor. Po. Siç ishte në Saran po filiali Histori Filologjisë, në Saran, ishte edhe në Delvinë. E vërtet, kam punuar vetë 3 vjetë atje. Ta mbarova shkollën e lartë. Ishte atje. Ishte, pse mos kemë një shkollë, këtë duhet një shkollë për përgatitjen e fermerëve dhe agronomëve të mesëm për bujqësinë, se ne kemi qenë jetë bujqësor. Që zëmi bëndin e 11 në Republikë në produktin bujqësor. Më falë, ndërtesat janë. Dhe ndryshe nga shumë tjetërsuar porosia. Jo, nuk është tjetërsuar. Ndryshe nga Saranda ku janë tjetërsuar ndërtesat të tjetër. Në Delvin nuk janë tjetërsuar atë, janë ngelur. Dhe janë pronë e shtetit. Ato mund të shfrytëzoheshin me lehtësim më të madhe. Në qoftë se merreshin përsipër, aty kanë ndërtesa që po bien sot e kësaj dite, ato janë duke rënë. Ditë për ditë. Pikërisht pra, po bashkia me që ka ide. Po nuk ka po ide për rigjenerimin, për rikrimin. Po si mund të rigjenerimin një ndërtesë të madhe me 600 metra katrore në 3 me 4 kate. Të bëj atë ndërtim që mund të jetë vetëm ndërtim, mund të jetë 4000 metra katror. Bashkia. Po është edhe kjo shkollë ka kjo shkollë kombëtare, apo jo? 15 Po. Është dekoruar me yvin e kuq atëre. Si mund të rigjenojë? Dhe 50% e nxënësve vazhdojnë në universitet. Po e fjalë në miliona të tëra, më në një shkollë të vogël kemi këtu larg, apo që po bëhet për Sarandën dhe akoma s'ka mbaruar shumë Shkolla praktik, më të njësoj si që shkolla e Ari Puçit atëre. Teoria me praktikën. Kishte bazën bujqësore, kishte shtatit e ta. Tok bujqësore. Kishte bazë mekanike, kishte gjerë, kishte të leshta, kishte mjeshtra prodhimi dhe mjeshtra, që I kërkon pason se turizmi nuk filloj pa ushimi. Këto janë objekt diskutimi mes jush paktën intelektual dhe... Tani intelektualet do një dorë që ti mledhi, unë me flasin po. Unë të të ndretë unë si një kam asë një kontakt, unë nuk kam asë një kontakt me një deputet, një paciatë. Me që se zoti Bajrami ka lidhje për shkak të aktivitetit me Delvinën. Dhe si shtat, keni pasur kontakt me 4 kryetar bashkish. Apo jo? Ke qenë besoj jo vetëm në takime bilaterale, por dhe më të gjera besoj. Apo vetëm në takime bilaterale ke qenë? Edhe më të gjera. Dhe më të gjera. Në këto takime, kanë ngel në gjë nga takimet? Apo kanë qenë takime thjesht për zgjidhje afatshkurtra dhe jo në tema afatgjatë? Çivore. Të zgjidhim ato hallet e varfërisë dhe të përditshmërisë. Nuk mundet dot të përmbledhësh punën e 4 vjeçare të një kryetari bashkie në një qytet me aq halle sa ka Delvina mu. Në ca takime modeste që kam bërë unë apo kushdo prej nesh, që mund të bëjmë me kryetarin e Bashkisë së Delvinës. Kryetarët e Bashkisë së Delvinës, siç e thash, janë kryetarët e një qyteti me shumë halle, ku individi është qeliza më e vogël e asaj bashkie është në hall të madh. Ai është një qytet që është duke u braktisur ditë për ditë. Jo vetëm nga intelektualët, nga që të gjithë. Është duke u braktisur në radhë të parë nga shpresa si qytet. Këta kryetar janë një nga njerëzit më të lodhur praktikisht atij vendi.
që lodhen ditë për ditë, ide hedhin pa fundat. Po sa investime vinë dhe bëhen në Delvin realisht? Të bëhemi konkret. Po jo, shiko, është shumë kollaj për pakën X apo Y të investoj lek në Sarand. Sepse është një diçka që do të duket. Qindra turist, mira turist do ta shikojnë investimin e tyre. Banka X investoi këtu. Është shumë kollaj për ambasadën apo shtetin filan të vitë investoj këtu sepse kanë edhe udhtime turistike këtu në këtë vend, të rinë shpenzojnë e xako. Plus i Saranda është nga ato vendet që duken në hartën botërore në një farë mënyre. Shumë vështirë për kryetarin e Bashkisë së Delvinës që të sigurojë gjëra. Ndërkohë që Bashkia e Delvinës është lënë që të kondensohet aq fort, ka përfunduar në ca limite kaq të vogla, me ca fshatra rreth e rrotull të cilat janë disa prej tyre të pabanuara. Më tashmë. Më i riu në ca prej fshatrave atje është 60 e ca vjeç. Edhe atë po i gjete, ka fshatra që e kam jetojnë 4 vete. Tani nga të thuaj mua. Ky është fenomen që është atje rrethin ato e Sarandës. Nuk që Kemi një zhvillim të mirë, që është rruga. Ka shpresë. Rruga sepse unë kam informacion që Tatzati, Senica dhe fshatët të tjerë janë më të aksesueshëm. Dhe minimalisht Seniciotët kthehen në vendin e tyre. Ka bën rruga. Po në Tatzat, që është një fshat me kulturë, me traditë. Kemi pasur nuk vete dot. S'ka deri në Kalat vete rruga. Po pra, dakor. Por s'e qof. Aksi profesor u bë. Klasi për rrugën e Rëzomës. U bë aksi. E kapi gjithë ushtrin në gjithë krahin e nai. Megjithatë ne kemi një dy raste të tjera që tregon që dhe asetet të tjera, të cilat mund të gjenerojnë të ardhura, nuk mirëshfrytëzohen. Ja, po përmend fjalën e një djali që edhe na shan her pas here neve në komentet e tija, Që thot? Thot vetëm kantinën e verës ta bëjnë muzeum, thot, ha Delvina 12 muaj viti, e tepron një çik këtu jam. Po ja që ka një ide. Edhe ide e mirë. Hajde. E një traditë ka pasur, depoterusanit, Muzeume Kulturore, poshtë janë pavarësisht e afrone ministrisë. Kantina e verës, fal një investimi privat, kantina e verës. Kantina e verës ka qenë janë kantinat Disa të mira në Republikë. Dhe projektuesi i asaj kantinës së verës e ka bërë profesori më i mirë që ka qenë me Orgjina Kapodiq, që ka projektuar kantinën. Angel Zigori, profesor doktor me titull. Unë një nga kantinat e kam vizituar. Ajo është kantina më mirë, po jo kantinë që na privatizimi. E deri tani, kur sot Delvina kultivon rreth 200 hektar tokë, se kam e tregusit. Aty me tabela statistikat, me vreshta, ajo kantinë shklen. E me i këtë dhe ajo kantinë. Po dhe ajo më mirë, ka një zhvillim dhe shpër një destacion e vogël. Ka një zhvillim. Ka një shpresë, se edhe e bën në lëvizje zhvillimi që ka marrë breshtaria në atë zonë. Ka një shpresë, por do një menaxhim dhe interesim të madh. Do refren një herë tre aseteve. Nuk është ja atje pas shpresë. Janë të kanë filluar edhe shtëpik butina atje. Janë në filizën e parë, po kanë filluar se atje, unë kam takuar danec që kanë qenë atje. Këtu thash qetësi. Këtu është se Delvina ka 11 burime, kretë otu, i evidentuar. Këtu është ujë, 24 orë. Këtu është perinja, futja, se çdo shtëpi atje ka një baçe. Ka një kopësht. Edhe me atë bujarin e tjerë, aty për jashtë qendë higjiena, shpim të ulur. Provojnë vetë edhe në këto e gjenë ka të natyrën që njerëzit e kërkojnë ata të vjetër. Është ajo sidomos ta gjallakta. Ne mungojnë përpjekjet individuale të njerëzve dhe familjes. E politikave më të vogla. Dhe dua t'i referojmë edhe një herë. Kemi tre asete të rëndësishme. Lumin e Kalasës. E dim historinë. Keq përdorimi. Është vërtet? Po. Gazi i Delvinës. Keq përdorimi. Apo jo. Vem tek Syrikaltë. Uji i Syrikaltë. Keq përdorimi. Nuk arrin dot që ne të sjellim ujë 24 orë. Unë do të kisha mendimin që nuk e di në rishikimin e reformës territoriale, gjithë zona e Rrësës quhet atje, nuk mund të vi në atë gjendje Syrikaltë njëte menaxhohet flas hapët nga një bashki që nuk ka kapacitete intelektuale, do me thënë të forta, ju keni qenë,
edhe kur mbillet në orën 3 dhe nuk funksionon atje, ku një qytet të paktën infrastrukturën, kinoteatrin ka, bibliotekën e ka, mjediset të tjera e ka, qytetërinë e ka, mund të menaxhohet si i ka të njëjtën Delvina. Është problem. Por më fal, nuk është vetëm atë burimet e mëmës. Burimet e mëmës. Burimet e mëmës, mo kanë sot kapacitet, më vonë të bëhen një sy i kartë i ri atje. Patjetër. Mo rruga ka shkuar shumë afër. Mund të menaxhohet më mirë. Rruga ka shkuar shumë afër. E di më Shumë kollaj që të shkosh. E megjithatë ka një zhvillim pozitiv në sy të kartë. Ka investime, ka investime. Ka një zhvillim pozitiv. Një tendencë. Po fal për pikëve nga bashkë. Po duhet të dëgjoj. Unë do të ajë që janë të minjote edhe rapet e ajo. Por ajo që ka rëndësi me këto zhvillime të qytetërisë, qytetet janë përgjithë. Ne po ta krahasojmë, unë krahasojmë si qytetarët e minjot me Gjirokastër, me Vlorën, me historinë, me traditën e Durrësit e Korçës e këto. Por me qytetet kategorive tona, jemi. Ata janë rreth, kanë qenë rreth dhe kanë pasur dhe janë. Bashkët Porta. Po kemi histori. Po mirë, me që se duhet krahasojnë dhe më vjen mirë që krahasojnë. Kemi histori tani. Më vjen keq do përsëris Në vjen keq të kesh 40 vetëm 40 profesorë do që kam biletuar unë. Po pra, pikërisht. Keq një. Më lejo të ndalem. Neve po të nisesh, ashtandi me këmbë dhe të valle, koreografi. Ne jemi babalade, panajë kanaçi. Adrenalina. Limon Bizbali. Limon Bizbali. Figura amadore, që ka 12 filma. Enveri Subi. Ka shkuar edhe të tjere 3 i kemi këtu. Jo, ki do të tjera, gjenesa. Po pra, që se i referuat emrave, edhe nderim për ata që kemi ministrat, ju keni pikërisht pra. Kraso, të nivellit tonë. Kemi pasa, se ju gojë 20. Po, 20 profesor, edhe profesor të arëqeqore dhe doktor shkenca, kemi 3 akademikë. Që mund të jenë individ të cilët mund të lobojnë të kishën për delegë. Nëse ekziston dëshira nga kryetari i bashkisë, nuk merr vetëm me hallet. Po kanë lobuar mor buri dhe kanë lobuar Jo mjaftueshëm. Atë jemi pa sot sekretari politik quhet zoti Çuçi është sekretari politik i qartë blok. Nga partia që është qeverisje. I cili në mos gabosha dhe nga libri është me origjinë, ka një lloj origjine nga Gjishi Delvina. Gjishi, atë themun, Gjishi deputeti ton, që është deputeti nderuar, dhe mua më vjen mirë që erdhi një djalë Delvinjot. Tani jo për lokalitën, po e them, vjen mirë. Edi Çuçi ka qenë një nga drejtuesit kryesorë të luftës. Ka qenë ambasador në 10 shtetet kryesore, në Itali dhe në Egjipt, në Londër. Ka qenë drejtori i përgjithshëm dogane. Edi Çuçi ka qenë një figurë e madhe ushtarake edhe patriotike. Më falni mua. Nuk dua që të flasi opozitar, po dua që të flasi realist. Zoti Çuçi dhe të gjithë politikanët e tjerë, në ata të pozitës apo të opozitës, nuk e shikojnë Delvinën si një qytet me traditë, apo e shikojnë një Delvinën si një burim votash, i cili ka numër dhe aktualisht sot ka 3000 banorë. Dakor, krahasohet me ndonjë fshat të madh që në Republikë. E megjithatë, më s'është vërtet. Janë një sekondë. Nuk është vetëm Nëse do të ekzistonin politikat edhe dëshira e politikanëve dhe të zgjedhurve për të kontribuar jo për Delvinën, po për çdo njësi vendore, për çdo fshat dhe për çdo qytet, janë të gjitha mënyrat. Ju e dini çka ka ndodhur me fondet e i partit. E dini besoj. Po tani kot të flasim një minutë, të cilat ishin fondet të Bashkimit Evropian, të cilat do të shkonin në zhvillimin e agroturizmit. Më parë nuk kemi zhvillim agroturistike, kemi në Mesopotam një zhvillim agroturistik apo jo? Po, kemi në Karahax. Edhe atyre kemi atje. Janë disa zhvillime që në qoftë se do kemi zhvillime që janë bërë nga privati o vllajë, nuk janë bërë nga shteti. Shteti s'ka bërë ato. Privati e rrëshme që privati edhe në Sarandë, këtë popull këtu, shteti e pasqyroi. Po. Jemi realistë. Tani mos mojë. Ne mund si që nga krimi i lëvizjes
Duke i bërë pronar, duke i bërë pronar dhe Shteti shqiptari na një coptruat, edhe zhvilluam shteti. po pra, e kam thënë më parë, Duket se shteti ka qenë gjithmonë një ca hapa mbrapa individit. Shteti po maca. Jo mos do të mora sepse I ndicjen e nëse do kishte pasur një shtet i cili do drejtonte zhvillimin turistik. Unë nuk kam qenë, s'kam punuar, unë kam prerë atë. Nuk po, Shikoj të jemi realist. ore, unë jam realist, po e kuptoj kemi shumë po. E kuptoj, kuptojmë shumë. ore, unë e kuptoj që shteti na bëri pronar. Greqia, Po na bëri pronar në këtë hapa burr që ne duam problemi duke bërë ka të neve, edhe ju futëm më udhëm me kazëm edhe ndërtuam këtu edhe ata shtetë. Dhe urbanistika hajta të shkra. Shteti të ramën. pra bashkit, me që po flas për njësinë vendore, bashkit në radhë të parë duhet të keni inventar të aseteve publike dhe jo publike që ato kanë. Një, duhet ta kenë. Masa dhe ka, patjetër. Pasuritë e Në vazhdim të planin të zhvillimit vendor dhe studimeve të tjera strategjike, duhet të hartojnë plane zhvillimi të detajuara. Ma more Jo, se to që i ka bërë këto gjëra më vlla. Një 4 herë bile deri tani. Atë, Të tëra qeveri të zhvillojnë mendimin tani, të zhvillojnë mendimin. Kur kemi folur për zonën e Finishit, jam referuar, meqense zonë kufitare me Greqinë, jam referuar një skemë financimi të Bashkimit Evropian që përdori Greqia për zhvillimin e zonave kufitare, që ka bërë që të ketë njësi akomoduese edhe në fshatat e zakorisë greke. Dakor? Pra, ku kemi politikat e duhura qeveritare, qoftë nivel qendror, qoftë lokal, atë gjenden mundësit financiare, gjenden skemat e financimit për ta zhvilluar zonën. Dhe meqense zoti Haxhi e krahasoi Dervinën me Korçën, Beratin. Jo, nuk e krahaso me ata. Ata janë shumë larg. Me nivelet e qyteteve. Unë mendoj se e krahasohet për qytetërimin, për nivelin e qytetërimit që ka treguar Delvina. Në mes dhe rolin me tjetën, po jo me tani. Jo, këto Gjirokastra çfarë në to? Po çfarë shpron to? Vlora, Turqi, Elbasani, Shkodra. E kam bërë argëtur këtë krahasimin dhe do vi prapë. Sepse gjithmonë dua të nxis qytetarët, përfaqësuesit politik të kërkojnë më shumë nga të zgjedhurit e tyre. Ju dini që qarku i Gjirokastrës, përveç Gjirokastrës, ka dhe qytetet e Tepelenës, Përmetit, Libohës. Është kështu. Edhe Kërcyrën. Te Kërcyrën, po nuk e përmend Kërcyrën se nuk ka të zhvillim që duhet të kishte. Një tregus. Edhe me. I shiko shtëpinë e kulturës, Po, e kam parë. të Prenjasit, të Kërcyrës. Se ci, akoma se ka bërë Sarandën atë pro. Po, Të shtajt e dishit mban akoma kur u inaugurua. I shiko se si. se ka I shiko. Më dëgjon deri në fund mendimin. Kinoteatrin e Më dëgjon deri në fund mendimin. Pra, pse e krahasova me Libohovën? Krahasohet Libohova me Dervinën për peshkën që ka pasur në histori Dervina? Nuk besoj. As Përmeti. Ne të flas profesorë. Kërcyra jo, Konflikti i nuk e di Tepelena. As municipali. Vetëm për faktin se fuqia e tyre lobuese dhe përfaqësuese, duke pasur ministrin e kulturës dhe ministrin e turizmit sot, shikoni se çfarë projekte të rëndësishme janë bërë në Gjirokastër, Libohov, Përmet, Tepelen, Kërcyrë. Pra, e shikoni se sa rëndësi ka fuqia përfaqësuese, lobuese Në pushtet. në pushtet. Jo more qenë. Dhe prandaj unë Ajo fuqi ka rëndësi, por e vërteta është që Delvinës nuk është se i ka munguar kjo. I ka munguar vëmendja e qeverisë, vllai, kemi qenë shumë larg. E kupton që kemi qenë 8 orë larg nga Tirana neve? Po pra dhe ta shkurtoj, të bëj rrugën e re, e 7 kilometra ta bëri. unë përsëri do të Po buri dhe që do të them dhe të vitën më kundërshton. Nuk besoj tjetër. Mos ma justifiko pushtetin vendor. Pse? Ju thash, nuk ka rëndësi kush e qeveris bashkin, kryetari i bashkisë. Ka rëndësi fuqia vendimarrëse e asaj që quhet Këshilli Bashkiak. Pronat e qytetit dhe zhvillimi i qytetit janë në duart e disa vendimarrësve që janë ata në Këshillin Bashkiak. Një kjo. 2.
kryetari i bashkisë ka në dispozicion rrezikisht në Dervin 200 veta, se në Finiq ka mbi 200. Në Sarandë ka mbi 500. Jo, nuk ka. Nuk i ka. Po sa ka? Ka 100. Po, pak. Po. Tani të lutem, me që jeni në Dervin, këta individ janë në vendin e duhur, e kanë strukturuar si duhet administratën e bashkisë, që administrata e bashkisë të prodhoj ide, projekte, strategji, kanë zhvillim? Jo, ky është problemi. Pra, e fol për një qytet të braktisur me 3500 banor, 3000 banor, më në ditën më të mirë të tia. Si në dimër dhe në behar. Nuk jemi duke fol për një qytet si puna e Sarandës, që bëhet 60.000 edhe 120.000 banor në gjatë verës. Që mbushet, që vinë qytetarët e Sarandës nga ku janë që vinë edhe qytetarë nga Durrës, edhe nga Tirana që kanë qytetarë. Sa po e tha zotja? 15 Kush e pengon, më fal. Kush e pengon nëse sipas jush nuk ka burime njerëzore Dervina. Sipas jush. 15 Unë km. them që Saranda me këtë popullsi që ka sot, edhe Konispolin, administratë e Konispolit mund ta furnizoj, dhe të Finiqit, edhe të Dervis. Madje, një pjesë e madhe konsiderueshme si në Konispol, si në Finiq, dhe sot edhe në Dervin, janë banorë që jetojnë në Sarandë. Rreziket e kryetarëve rrezik të gjithë ata që banojnë në Sarandë, po pra, punojnë në aty. Normal. Pra, nuk mund të justifikohet asnjë individ. Dhe që të jemi qartë, për që nuk ka të vajtur përgjegjësia fillon nga ne. përgjithësia intelektuale mesatare e përfaqësuesit në Këshillin Bashkiak. Sa ka vajtur? Po flisnim atëherë që kryetarët e bashkive të Dervinës ishin të edukuar jashtë, në shkolla prestigjioze. Tani po flasim për një qytet me 3500 banor. Sa ka shkuar përfaqësimi intelektual në Këshillin Bashkiak? Cila është? Sa klasë kanë ata? Mbajmë në një kohë po që më farë ne jemi duke folur tani për një zhvillim që qeveria i jep vendit, i cili nuk është i drejtuar nga qëllimet e zhvillimit të kombit, po është më tepër i drejtuar drejt fitimit të fushatave elektorale. E për këtë thonë ne kemi dhënë natë më fal, ne kemi dhënë natë bregdetare, vjen më të gjatë bregdetare. Ja kemi dhënë administratës së Himarës, që me shumë respekt për të gjithë ata që banojnë atje e ka pasur her pas here 8 klasë mesatare në përgatitjes intelektuale të Këshillit Bashkiak. Është vija më e gjatë bregdetare dhe resurset më të mëdha turistike të kombit po flasim. Dhe i dha Sarandës qendrat e bashkive qendra Varezat. Saranda e kishte në momentin që u bën ndarja reale, Saranda ishte qendra Varezat dhe Sarandës dhe deri te lumi i Çukës. Ti ikim në ajo kultura ishte deri te kanali të Çukës. Qendra e bashkive duhet të jenë qytetet. Po pikërisht bashkia e Sarandës tani nuk bëhet kjo punë. Si mund të bëhet kjo punë? Dhe Ksamili që ju la një vije gjatë bregdetare që nuk kishte përgatitje intelektuale të nevojshme për Këshillin Bashkiak, edhe për të tëra gjëra. Kjo gjë nuk është bërë ndonjëherë që të kemi intelektualet e përgatitur që të drejtojnë. Është bërë që të kemi ata që janë më pak të përgatitur që ne të mundemi t'ja u marrim. Dhe ne të mundemi ta bëjmë si që duam ne. Më vjen keq që ta them këtë gjë. Po kjo gjëja është realitet praktikisht. Se shikon të ketë përfunduar me atë lloj derexheje, Himara, me fshatrat përreth sot. Me prona që nuk i morën dot ata njerëzit në pronësi, I ka marrë një vit, ka marrë tema. Të tjerët sot edhe i morën me këtë kompensime. Prandaj u bë kështu. Dhe tani fshatarët hallexhi të Lukovës, në fshatrave përreth atje se si vinë të tjerët edhe ja u marrin pronën tani. Patjetër. Ama kjo nuk ndodh në Dervina, ma. Është i vetë një qytet e vetë i zonë që nuk ka pasur probleme të transfer. Po nuk ka pasur se ka qenë jashtë vëmendjes si qeveritare dhe turistike. Tani që do të fillojnë turistat të shkojnë. Po këtë nuk ka pasur ndonjë problem. Se Dervina është qytet autokton Që respekton pronën dhe e di ku është ajo pronë Halilit. Dhe nuk ka prekur njeri. Edhe këtë kulturë edhe këtë edukate kanë ata. Ore mos u shqetësoni juve mos edhe në Bosh nuk e prekën ata të vendit olla.
Jo, pastaj. Dhe në Karaku dhe prekën ata të vendit. Po nuk i kanë marrë që në fillim. Po filloi të zhvillohet Si të punë. në Qofse do jetë Në sallar dhe e marrin, mos u shqetëso për atë punë. më fal, Fillon kthim kompensimi në rang kombëtar, Europa japi ka 100. Debati shumë i zjarrt, por kemi akoma rreth gjysmore, kështu që kërkoj ndryrjen e regjist, futim në një pauzë të për reklama, edhe të vëm pika mbi. Imagjinoni një botë ku secili prej jush ka përkujdesjen mjekësore më të mirë. Jemi me ju që në hapat e parë. Ju qëndrojmë pranë me profesionalizëm dhe përkushtim. Aplikojmë idet dhe teknologjit më të avancuara për t'ju ofruar një trajtim të saktë dhe të personalizuar, sepse secili prej jush është unik. Ky është premtimi ynë. Të kujdesemi për këtë brez dhe ata që do të vinë. Intermedica. Life needs care. Të dashur miq, rikthehemi në këtë pjesë të tretë të emisionit pas një pauze për reklamat. Më ka ardhur keq që kolegu shumë pesimist për zhvillimin e rrjetit intervin dhe më gjerë. Jo, aty ku me vitaj. Ai probleme, ti nuk realist. Ardeku shpes ka Jo, fal. Qytetari i Delvinës sot e gjen veten pa shpresë, prandaj po ikën dhe po e braktis vendin orë. Edhe nëse Unë mendoja Delvin me 10 mendoja që do të ishte më optimist dhe do të ishte më programativ zoti Bajrami dhe për shkak të pozicionit të fundit që ka, sepse për shembull një nga gjërat nga zhvillimet e fundit, flasim edhe për zhvillimet, dëgjojmë mirë regjia. Jemi në ritmin tamam, besoj. Të ftuarit ndjehen mirë
me atmosferën që është krijuar. Pra zoti Bajrami, një nga gjërat që kanë vlerësuar këto kohët e fundit ka qenë që Partia Demokratike për të ardhur në qeveri në maj ka program për çdo sektor. Për këto Ore, programet nuk kanë munguar atë. për këto zhvillime të ndore kanë një program Mehmeti, i cili ka qenë kandidat në zgjedhjet e fundit. e kemi pasur me Mehmeti. E kemi pasur edhe në studio. Dhe shpresoj që Ka qenë një njeri kryetarin e koherent, partisë Dervish ta kemi së shpejti. ka qenë një njeri shumë koherent, shumë i informuar, me një dije të thellë mbi zonën, ka qenë nën kryetari i bashkisë për një periudhë shumë të gjatë. Ka qenë një nga njerëzit që është futur brenda biznesit të zonës dhe zhvillimeve industriale që ka pasur zona. E kupton shumë mirë se si kanë qenë shfrytëzimet e puseve të naftës, me sa kuptoj ka pasur edhe një eksperiencë profesionale atje. Projektin nuk i ka munguar Delvinës. Edhe këta djemt edhe vajzat që kanë ardhur në Delvin, të gjithë kanë ardhur me ëndra të mëdha në Delvin. Unë besoj se është... Dhe se kur ka parë ëndrat. Jo, ata Në fillim të gjumë ka përna fundi gjumë. ata kanë ardhur me ëndra edhe i kanë thënë ato ëndrat publikisht. Realiteti ama është një bace madhe për të gjithë. Po mirë, do bëj një pyetje konkrete se shumë justifikon kryetari i bashkive. Meqense ju keni bashkëpunim për të luftuar varfërinë edhe problemet sociale. Sa vite keni që punoni me kryetarin e bashkive? Sa vite kemi si fondacion? Një minutë Flash një herë, nuk mundet të përfaqësosh punën që bëjnë ata njerëz, me ca takime modeste që mund të bëjë secili prej nesh. Ju keni projekte që janë të matshme. Po lere u buri dhe projektet e mia, projektet e mia janë për hallexhin të Delvinës, nuk do kishte projektet nga ato që bëjmë ne atje. Nëse do kishte një Nuk do të merrem me hollësi, do të them këtë gjë. Nuk po merrem me hollësi. Pra, ju punoni, kontribuoni, hidhni para të taksapaguesve evropian që ju mbështesin. dhurata. Po, dhurata, donacione. Ju shikoni ndryshim të situatës? Në Delvin? Po. Se praktikisht shikoj një përmendje më të lartë të turistit aktual. Të turistit? Po, turistit aktual që ka Saranda drejt Delvinës. Ju janë duke ju drejtoni, ju adresoni problemet të varfërista. Delvina Që të flasim konkretisht, pra di ku duhet dalë tjetër gjë. Duhet të dalë kjo që për çdo lloj problematike, për çdo lloj projekti, duhet të ketë një qasje. Gjergji, të lutem, Delvina është një termometër shumë real i gjendjes ekonomike të Shqipërisë, po gjendjes së zhvillimit të turizmit në Sarandë. Cila është gjendja ekonomike e Sarandës reflektohet shumë kollaj në Delvin. Shumica e delvinjotëve në momentin që ne patëm bumin turistik të përpara 2 viteve dhe vitit të kaluar, shumica e delvinjotëve filluan dhe u punësuan në Sarandë, nuk para kishte ndodhur kjo në biznesin turistik, filluan dhe u punësuan këtu. Zakonisht, në parantez për të që the Biu, zakonisht sezoni duke filluar nga maj e deri në shtator, na Delvina mund të punësojë në Sarandë rreth 100 veta në sektorin e turizmit. Po, tani, këto 2 vitet e fundit kemi pasur pasur në shërbime, edhe sidomos këmbra. këto 2 vitet e fundit kemi pasur mira. këto 2 vitet e fundit kemi pasur Marrën se vjen edhe i pagojnë mirë. Kjo është një harë që kompenson një pjesë të deficitit. Atëherë mendoj se Delvina rezulton për bën një valvull shkarkuese të turizmit Sarandës. Po, është e vërtetë. Po, është e vërtetë. E pagojnë mirë. Restorantet e Delvinës kushtojnë më pak se ta mesatarja e restoranteve të Sarandës. Dhe hotel Aktuajnë rrethana tradicionale, ndryshe nga peshku i skuqur i kudo gjendur, më vonë që është këtu në Delvin nuk ke nga ato. edhe fjetja. Gjen edhe diçka tradicionale, gjen edhe kukurecin, më vonë që është bërë pak i vështirë të. E gjen edhe gjerën me bukë, e gjen edhe Sigurisht i gjen të tëra këto dhe i gjen në çmim ekonomik. Ja ana tjetër. Gjen qetësinë, një shëtitje të rehatshme në darkë, që nuk mundesh dot që ta gjesh në Sarandë. Në këtë Sarandën e mbi mbushur me njerëz, nuk gjen trafikun që ka Saranda në Delvin. Më tepër se sa kaq, ke edhe këto ndërtesat e vjetra dhe një pjesë të historisë, qoftë ajo si mesjetare, qoftë ajo edhe nga koha e komunizmit. I tërheq. Disa nga ndërtesat e kohës së komunizmit duken shumë qarta se si kanë qenë pa asnjë lloj shtese, pa asnjë lloj riparimi, me dritaret e vjetra që kanë pasur atëherë ashtu janë edhe sot, me të njëjtat hyrje,
të pasuvatuara njësoj siç kanë qenë atë kohë, një pjesë e madhe e Delvinës është si një fotografi e kohës, E periudhës kaluar. periudhave të ndryshme. Më kupton që ti mundet ta gjesh ndërkohë që i duke shkruar. Me këtë drejtim, unë ja kam sugjeruar dhe atyre të bashkisë. Delvin duhet nuk ka zira turistike, po bashkia duhet të raportoj e të kontriboj këtu në raportimi dhe organizimi e zira turistike të Saranës, që një pjesë e turistëve, qoftë edhe për një vajtje atje, qoftë edhe për një kafe dhe një të benë në Delvin, se atje nuk ka, ose bashkia duhet të ketë një zirë informacioni turistike të koordinoj punën. Ne kemi, ore mali Sopotit, mali Gjë, a e di mirë, unë e kam edhe kur ishim të rinj edhe në Sopot, është një thesar, lëndina e pafundme, ujë i pafunda. Ore, Delvina duhet të sulmoj. Por kjo ne Po tjetë për mua, po tjetë për mua, sipas Delvina duhet të sulmoj biznesin e turizmit. nuk i shohim këto gjëra në ëndra këto bashkë. Nuk i shohim. Shiko, më fal. Nuk po flas para. Ka, duhet një koordinim. Delvina ka gjëra, po duhet kemi parasysh edhe një gjë. Asgjë nuk të jepet dhurat. Jo, mund duhet të thosh për ta. Si duhet të flasim tani, më kupton që biznesi që është kaq i uritur në Saran, të japi dhurat Delvinës, më kupton, të shkarkohet. Jo, nuk është Biznesi i Saranës i do njerëzit të rinë në radhë. Atje të rinë në radhë. Ka mundësi. Po Delvina duhet të sulmoj. Se është e rreth rrotullimet, Delvina ka ja 3 rreth rrotullime. Delvina ka ja 3 rreth rrotullime në zonën e saj, kur vjen nga Tirana. Pse s'ka asnjë lloj reklame për Delvinën? Për restorantet e Delvinës. Normal, Sepse nuk e ka parë në kryetarin e bashkisë. Jo, s'ka të bëjë me kryetarin e bashkisë. S'ka të bëjë as me individ. Shikoj edhe vetë individët e Delvinës nuk kanë arritur që ta kuptojnë, më vonë që kjo duhet sulmuar. Duhet fillojnë të ndërtojnë reklama, tokat e tyre janë. Reklam duhet bëj. Tokat, anës rrugës Së mëngur janë të Delvinëve. duhet të jetë promotori i zhvillimit dhe udhëheqës së zhvillimit. Atje. Është e vështirë. Ore Gjergji, ti ke shumë të drejtë. Tani në bashkinë e Delvinës nuk ka zyrë turistike. Do të drejtori apo sektor. Që të ndjek këto në bashkinë Ke shumë të drejtë. në bashkinë e Delvinës, njësia e integrimit evropian, e cila mund të bënte projekte të bashkimit evropian, Mund me të janë disa programe. Ka bërë që Saranda. Po ka shumë keq, Ka bërë që Saranda. shumë keq aty për Delvinë. Po sepse drejtojnë në ditë mënyrë Që të tentoj të lidhet, disa njerëz edhe kaq. Të marrë diçka. të tentoj. Tani që të bëjmë më konkret. Do bëjmë pyetje Qeveria e Roma ti pa. Tani jo atë po i rriti. jo si i ka rritur shumë. I ka rritur, i ka aty që ka Imi që po stimulimi parat në njësinë vendore janë unifikuar. është gjermane. Kryetari i Bashkisë Tiranës ka dinin pag me kryetarin e Bashkisë Konispolit. Tani Apo jo? atë çfarë? Po është dyshuar në shtator është. Tani me pagat e Me pagat e re. Pushteti vendor ka i arritur pagat. Ju vetë I arritur. si këshilltar të shtetit Po, unifikuar jo. Se janë janë unifikuar. në raport me këtë unë mendoj pse janë ulur pagat, se është shtuar në mënyrë marrëmendse punonjësit e bashkive në tërë Shqipërinë. Tjetër puna jo. Si tjetër puna jo. I arritur. Po këto që nga këto. Ka pasur një diskutim për unifikimin e rrogave, ka pasur, se një punonjës urbanistike në Sarand nuk mund të paguhet 3 herë më pak se një punonjës urbanistike në Tiranë. Se bën të njëjtën punë në fund të ditës. Ashtu. Po. Kështu që duhet të kishte një farë unifikimi për këto zyra. Për sa i përket përgjegjësive të kryetarit të bashkisë, unë besoj se ai paguhet edhe në funksion të numrit të banorëve, të cilët. Megjithatë ka rrogën më të lartë se paraset. Po. Besoj që po. Ashtu. Besoj që po. Të bëni konkret. A ka nevojë që bashkia e Delvinës të jetë më agresive në reklamën e turizmit? Po, ka nevojë. A është e prapambetur në këtë drejtim? Po, është e prapambetur. Po, mua më duket se kjo është shprehje e një prapambetje kombëtare, jo lokale. Ne që të gjithë kemi qenë të prapambetur në këtë drejtim. Individi ka qenë ai që e ka çuar këtë biznes përpara. Nuk ka qenë shteti që e ka çuar këtë. Ka diçka senderi, Gjergji ka qenë mbulonte turizmin në bashkinë e Piniqit. Kështu Gjergj? Po. Tani, në bashkinë e Piniqit mund të jenë bërë 2-3 seminare kontare, mos e ka gabi, për turizmin në Livadja, për turizmin, që është një bashkim me karakter
drejtim bujqësor, fshati ishte, fshatra ka. Kurse në Saran po janë bërë, në bashkinë e Delvinës dhe të Konistolit, që janë qytete, nuk është bërë asnjë seminar, asnjë eventi sot për turizmi. Qytete. Tani, do ketë, dakord, unë nuk e moj, dhe atje do të bënë, do ketë edhe një shtrirje, do ketë edhe një timurim, se mos e bëjë, në qëndrën. E janë për të gatë, qëtë. Tani mua më ka bërë përshtypje, ju thatë ca gjëra në fakt, dhe unë kam vajtur një vit të ri në fakt, në datën 2, jam nisur me djemtë dhe kam vajtur në shpellën e Kreshmojit. Kemi thyer këmbët në përshkëmej, pa asnjë lloj treguesi, përveç një pikete që kishte vendosur një turist në Google Earth. Mo, edhe kemi thyer këmbët atje, pa asnjë lloj, s'kishte as monopat. Ishim nga vit, Një rrugë mesjetare. Ishte në një rrugë mesjetare, ka atje? Nuk e di po ta kisha ditur atë që ka vajtur andej. Kam thyer këmbët. Shkurt kam qenë në Janjat. Ai liçeni me 16 milion metër kubull. Ai mrekullia. Dhe natë ka markat. Jeni në Janjat, Zoti Lilian, më intereson ta mbaroj. Mo, tani, skaru. të vesh, të shkosh në Delvinë dhe të shkosh të vizitosh Ujvarën. Ujvarën e Kardikak. Tani, jam thuaj nga cila rrugë do shkosh. Me këmbë. Me këmbë do shkosh edhe nga cila rrugë do vesh. S'ka stregus. Po. Edhe po të shkosh bashkë me turista, ama ka rrezik që mund të kesh edhe ndonjë të thyer atje. Ne shkuam që të vizitonim me djemt para 4 muajsh, mora djemt edhe kam shkuar në burimet e mëmës. Thye e këmbët. Në që vënd? Te burimet e mëmës në Taxat. Te buri. Po atje. Nga deri në fillim fare, deri në fillim fare të burimit. Katarak. Të thye e këmbët. Deri në momentin që vjen një privat me një vinç, edhe i futet asaj dhe fillon të thye që të tëra gjërat, pa asnjë lloj studimi, pa asnjë lloj gjë, dhe që ta bëj të shfrytëzueshme atë gjë. Tani unë nuk di të shaj shtetin apo të shaj privatin në këtë rast. Dhe nuk di këtë të falenderoj. Shtetin që e kishte lënë të pashfrytëzuar apo këtë privatin që bëri rrugën. Se këtu tani çështja është privati e mori atë kështjellën e lëkursit dhe e bëri atë gjën e vizitueshme. Nuk ishte shteti që e bëri atë gjën të vizitueshme. Ne kemi pasur privatët promontor. Po. Qirimi turizmi. Shteti po, privati ka qenë promotor. Dhe shteti ka ngel gjithmonë në këtë pjesë. Gjë që vërtet është duke folur për një politikë dhe unë jam krejtësisht dakord që kështu duhet të jetë. Bashkia duhet të ketë politika të zhvillimit, shumë të qarta. Po ne her pas here bëjmë të tilla dhe na vjen shteti dhe na i bën më të mira, thotë dhe bën eksaktësisht të njëjtat gjë që kemi pasur ne, i vendos në fleta të reja. Dhe i vendos tituj të ndryshëm edhe paguan edhe ca lek më shumë, dhe nuk ndodh absolutisht asnjë lloj gjë e re në këtë gjë. Cili është turizmi i Sarandës, nëse nuk është ai që e kanë bërë djemtë edhe vajzat që kanë ardhur të investojnë këtu në turizëm. Cili është kontributi i shtetit këtu? Që delet dhe mburet në përca konferenca internacionale? Po mirë, në turizëm ama qiko, GDP-a e shtetit tonë është rritur shumë në turizmi. Tani të themi atë që është. Tani në që raport është rritur GDP-a, produkti përgjithshëm i Sarandës në raport me turizmin, është në raport me atë të zhvillimit të Shqipërisë. Ose qytetet tjera, në do të qikojmë edhe në ana ekonomike. Po tani ne numri pjetë, se klasim su po ai të lutem më lirë GDP-a e turizmit. Të lutem më lirë të them, pagesat që merr Bashkia e Sarandës nga turizmi nuk paguajnë dot asorotat e personelit të bashkisë. Se? Nuk i paguajnë dot. Se kush arsye? Po ja ka që merr Saranda nga turizmi. Bashkia apo plas? Se sa marrin individët është tjetër gjë. Po pas. Sa merr Bashkia e Sarandës nga turizmi nuk arrin dot që të paguajë asorotat e personelit. Nuk jam rëse, po pse shteti na i merr dot? Nëse do flasim, nuk çiko ka. Nëse do flasim dhe për ja tregues janë po ekonomik. Të lutem. Përveç pagave, punojësit kanë edhe pagesa të tjera. Karigja në të cilën ulen, zyrat, punët që bëjnë,
Se duhet të paguajnë ato rrugët, apo dietat, apo ato që nuk arrin dot që ti paguajnë, nuk paguajnë dot as rroga nga turistët. Ne në qoftë se nuk do të kishim taksat që grumbullonin nga biznesi i ndërtimit, nga industria e ndërtimit, shfrytëzimi i territorit, infrastrukturës. eksakt, të cilën ne jemi duke vjedhur aktualisht nga përdorimi i saj i drejtë, se ajo duhet të investojë në vendin ku mblidhet, ne jemi duke marrë nga vendi ku mblidhet, sepse tani ne nuk ja u ndërtojmë rrugët atyre që duan të ndërtojnë lart në mal, e ndërtojnë vetë ata. Ne nuk u japim elektricitetin atyre që vjen atë lart në mal. Unë nuk jam me këto vetë. Ne i marrim lekët, ne ja u vjedhim atyre Ne parim në ekonomike klasë, disproporcione të tilla, sidomos për këtë sektor të turizmit që ka marrë një hop, nuk mund të jetë disproporcion kaq i madh në bashkitë që kanë një zhvillim turistik. Në qoftë se ka 23% asam GDP nga turizmi shtetit tonë, nuk mund të bashkia e Sarandës që ka një turizëm që elitar, po përpiqet ta bëjë elitar. Dhe infrastrukturën ne kemi elitare, me investimet që ka bërë private në hoteleri, turizëm, në akomodim është prefekte. I gjenë vëndet e unë kam, hajtë sa kemi mundur, kemi parë, edhe në vëndet e Europës, ato, atje ku kemi tjetur, po, kanë investimet të mëdha ka bërë private. Po sa GDP-ja, sa ka ardhur në turizmi? Pra, Ka kusha, edhe Saranda dhe bashkitë të tjera të Shqipërisë që kanë të ardhura, qoftë nga turizmi apo nga degë të tjera të ekonomisë, nuk ditë kanë ti menaxhojnë si duket, me sa duket, por të le të themi Delvinës e cila nuk ka të ardhura, edhe nuk ka politikat e duhura për t'i dhënë zhvillim. si do bëhet? Do mendojte. Ky është problemi. Dhe në qoftë se unë kam disa minuta që i mëshoj asaj që drejtuesit vendor, së bashku me Këshillin Bashkiak, është pronari vërtet i aseteve të qytetit, vendimarës, bodi vendimarës, së bashku me intelektualët, me biznesin vendës, nuk ulen për të diskutuar cilat do të jenë shtyllat e zhvillimit të Delvinës, meqenëse po flasim për Delvinën, largohemi nga Delvina. Pra unë këtë këmëngull, mendoj se gjë e parë që duhet bëj Bashkia e Delvinës është që në ndërimin e kryetarit të Bashkisë së Këshillit Bashkiak të ftojnë një forum qytetar, konsultë, në një konsult po, për të diskutuar për drejtimin e ekonomisë. Shtyllat ku do mbështetesh me profilet caktuar. me profilet caktuara. Po, Juve të tre mund të më thoni me një fjali cila është gjëja tjetër që duhet bëhet. Pra, nëse zoti Haxhi, që i dhëm Delvinë, sepse është qytetar i lindur dhe i rritur në Delvinë, dhe shikojmë se sa i lidhur fort është me qytetin, cila është një gjë që ju mendoni se është emergjente që duhet bërë. Pra nëse do kërkoj, mund të bënim një gjë vetëm, cila është ajo që ju mendoni se duhet bërë. Unë mendoj që pushteti lokal, në koordinim me pushtetin qendror, e para duhet të loboj që shtrigja territoriale e kësaj bashkie të zgjerohet. Burimet e kësaj bashkie tani janë të vogla. Të arrim atje ku ka qenë më përpara, jo në atë stat territorial që ka qenë në prefektura ose bashkia e Delvinës. Se në 1930-ën piku Delvina, bashkia e Delvinës kishte 3 komuna. Një komunë e qendrës me qytet edhe Rëzomën, një komunë e Drovjanit që kapte deri në Drivër, dhe një komunë e Lemës që kishte 15, nuk them për këto, 15 qafra. Kjo, të vjetën. Por themi që të zgjerohet, paktën të marrë atë tren të saj që historikisht e ka pasur, që ka burime, e para, do të sinoj atë ku sinon ekonomia tonë, drejt turizmit se jemi vënd akoma i pasburguar, jemi vënd me interes. Mediat e mëdha botërore akoma po plasin për sa Shqipërinë e para. Por duhet riorganizimi i sektorit turistik në Bashkinë e Delvinës. Ta filloj hapasati. Edhe me kurajën duhet të raportuar, edhe me të zgjedhurit vendor të Këshillit Bashkiak, edhe me deputetët kush do jetë, edhe me qeverinë qendrore me projekte kontrarreale. Unë kam mik, edhe unë, e familja time, fjalli stërmiu, pinjollën e Delvinës, Armin Delvinës. Ata bashkëpunon me Gardi. Ata kanë një mendim për të ngritur një muzeum të familjes Delvina. Unë atë libër kam 9 pinjollë të tire.
po familje madhe, një traditë familje, është shumë interesuar edhe që nga Kosova e gjithje për të njohur këto figura. Një dhomë që me iniciativën e tyre që kanë aftësi e njërën tjetër, pse mos janë ngrinë? Shumë shtete kanë ata autoritetet e tyre, njerëzit personalitetet e tyre që kanë kontribuar dhe ju kanë bërë një pjesë të historisë i qytetit e tyre dhe viziton e thotë ki ka qenë kështu e kështu. Nuk e kemi. Duhet ta bëjmë, duhet kuptojmë. Dhe janë të këta që kanë dhe aftësi financiare, janë të predisponuar. Të shikojnë e para dhe dita, ne duhet të lobojmë shkje Delvinës, e burimet që ka duhet të vjeli taksat, rentën që i takon, mineralit që i takon për bizneset që ushtojnë aktivitetin ekonomik bënda teritorit të real. Ja e ligja, ja ka dhe ligji qeverisë, ja e ligja. Pse nuk e mbledhin, më falë? Po, dhe qash në të gjendje, kur atje të që atje prodhohet dhe 70.000, 60.000 metër kub gaz, dhe ndërtuar një magistral 85 km dhe depozitohet në atje, kur 120 ton kondensat, tani sa më takon mua, do të luftoj bashkë. Atje është se këto janë burim. Pastaj të zhvillohet e biznesi, se biznesi vogël atje është nuk ka potenciale e biznesit i ka Saranda. Edhe në natyra dhe matësie qytet. Një tjetër. Falë se nuk ka popullsi. Po se Se biznesi duhet ku ka popullsi. Po shiko, çfarë ne dhe tani? Saranda tani është rezident mund të ketë 30-40.000 veta. Po në pikun e saj vetë 150.000 veta. Në rregull. Po nuk i shmivu në një biznes, hiq hotele, biznesi vogël, po ligjërdoj nesër po punon. Konsumi nuk është në ato nivel, po punon, po atje duhet të zgjerohet të shpijet, ne duhet të vrasim më do të kërëm, ato lagje, është bërë një projekt për lagjen Lak. Atë që të bërë një projekt për restaurimin e kaldëmeve dhe të shtëpive të atje. Atje kanë filluar për i blenduar. Që ka... Në shtëpin ti me gjitonë që bleu atje, bleu i ka vrajnë. Po, ka shtëpi të Delvinës që janë shqipën të huaj. Bleu ande që blenduar. E blen lirë shumë, e blen lirë. I thash një miku tim, shiti shtëpin e ti lirë pare të jungares. Prit, pasu vjes. Ishte, po, këto janë do të managjojnë a pushteti lokale t'ja bëj prezent qeveris, e shumë këto por, ore qeveria ka që Shqipërinë, nuk e ishte t'ikoj. Halët e pushtetin janë të mdaje. Po ne dhe mund të qikoj halën tim të shpistin, do luptojnë shumë, atë që si komi spolje një Saranën të tash. Kjo është prioritet. Dhe prioriteti tjetër është zhvillimi i Blektoris. Në 1930-ën atje kishte kullotin 32 kopet të mdaje Blektorit. Edhe bujësi. Ajke bujësia që ka atje. Se i ka tokat në ujë shumisë. Po zotë Shabanin, Unë çfarë propozimi keni? Shkurt nuk dua të zgjatem, unë mendoj që Delvinës i mungon reklama turistike. Si në qendër edhe në vendet përkatëse. Të cilat të reqin turizmin dhe e dyta mendoj se në infrastrukturë tek lugina e fshehur e Gjurmëhallës duhet pa tjetër ndërhyrje. Kompleksi. Po, te kompleksi islamik. Islamik. Që ka 7 është monument kulture në monumente kulture me status të veçantë. Me status. Dhe atje ka çfarë shikon. Dhe është i rralli në Shqipëri ose unikal me të gjithë komplekset e treguesit e këtij drejtimi kryesor arkitekturor islamik. Vetëm për një. Po të dija, sepse problemi xhamisë së Gjin Aleksit është i zgjidhur. Rruga shkon në vend, Po, në vend. madje ka edhe një lokal, një klub Ka një jashtë të pastër. biznesi që mund të çrbej. Shkurt këto. Po zoti Bajrami, çfarë mendimi keni? Çfarë mund të bëhet për Delvinën? Unë them që djemtë dhe vajzat e Delvinës duhet fillojnë të bëhen agresiv, ta bëjnë turizmin të tyre, fillojnë ta zhvillojnë, që të mos zgjojnë një ditë dhe ta kuptojnë që ja u kanë marrë të tjerët edhe të duket që po jetojnë në një ëndër të keqe. Sot është koha, Saranda është duke u zhvilluar, ata janë e vetmja mundësi për një valvull shkarkimi të presionit që është ndërtuar në Sarandë dhe është një valvull shkarkimi
shumë e këndshme që meriton vëmendje turistike. Të gjitha këto gjëra që ju thoni do të bëhen në Delvin. Se do t'i bëj koha. Në momentin që djemtë dhe vajzat e Delvinës fillojnë të marrin vëmendjen, fillojnë të shtrin duart edhe të kapin turizmin, domethënë, dhe të fillojnë edhe të aplikojnë në Delvin, të hapin shtëpitë e tyre në pritje turistike, ashtu modeste siç janë, të vogla, siç janë, pa i rritur edhe pa bërë atë dhunën e madhe urbanistike që kemi ushtruar në Sarandë, duke i dhënë turizmit të Sarandës atë qetësinë dhe mundësinë e shprodhjes që t'jep Delvina në netët e verës. Unë besoj që vetëm atëherë Delvina ka për ta gjetur veten. Edhe do të ketë një zhvillim shumë të mirë ku edhe vetë sarandiotët do ta ndjejnë veten të keq trajtuar kur do krahasohen me qetësinë që do gjejnë në Delvin. Me ato shtëpitë e vogla, një kaçe, dy kaçe, me evidentimin e traditës së vjetër, e atyre portave të mëdha që duket që janë histori qindra vjeçare. Me atë shëtitjen e rehatshme që do të mundet të bësh në Delvin. Dhe kulinaria e veçantë. Sigurisht. Dhe kulinaria tradicionale që nuk e gjen dot në Sarandë. Se gjen dot. Unë shpresoj që nga ndjekësit që po na ndjekin live tani, shumica prej tyre të jenë delvinjot, sepse kolegu sapo dha mesazhin që të rinjt të delvinjot, banorët e Delvinës duhet të fitojnë kohën e humbur, dhe ta kishin gjetur me kohë ritmin e zhvillimit të qytetit, por atë pa shpresoj që po na ndjek djali delvinjot, i cili po drejton tani Bashkinë e Delvinës. Urojmë që problematika që ne diskutuam së bashku, por edhe projekcionin për të ardhmen që ne u përpoqem me mendimet tona modeste, të jetë i ftuar në një nga takimet e radhës, në një nga emisionet e radhës, për të diskutuar për Delvinën. Shpresoj që arritëm në rreth 2 orë emision, pa 5 minuta, që të sjellim Delvinën dhe trevën e saj, fal këtij libri, nuk e di regjia e ke librin, dhe fal autorit Zotit Ilhan Haxhi, të cilin i falenderojmë përzemërsisht që gjeti kohën për të ardhur në studion ton. Njëkohësisht zotin Ali Shabani, i cili vjen për herë të tretë në emision, si gjithmonë pasionant për historinë dhe arkeologjinë. Të dashur miq, ju falenderoj që na keni ndjekur. Ju lutem qëndroni me ne, bëni share emisionin ton, komentoni, na dërgoni mesazhe dhe ne jemi të gatshëm që çdo të diel të sjellim këtu problematika që ju shqetësojnë, jo vetëm në Sarandë, në bulevardin e Sarandës, por në Delvin, në Rëzom, në zonën e Rëzës, në Finiq, në Konistol, në gjithë Shqipërinë dhe në gjithë botën ku jetojnë sarandiotët. Ju falenderoj përzemërsisht, ju duam fort, Saranda u pret, po vjen sezoni turistik. Ushuesit e parë do të jeni ju sarandiotët, që bashkë me pushimet tuaja do të ndani së bashku me ne përjetimet tuaja të Sarandës, nostalgjit tuaja të Sarandës dhe krenarin që u karakterizon ku do që jeni sarandiot. Faleminderit, natë e mirë, rishemi të tjerën e ashme. Sigla e mbylljes.